Portës dha fshati njësisë administrative me të njëjtin emër në bashkinë Fier. Në vitin 2026 vazhdon të jetë pa dinjitet dhe shembullim më flagrant i braktisjes institucionale, pasi nuk ofron as shërbimet më bazë për banorët e saj. Rrugët e brendshme janë të dëmtuara rënd nga mungesa e investimeve për mirëmbajtje dhe rikonstruksion. Mungesa totale e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, ndriçimit publik dhe infrastrukturës minimale po e vështirësojnë çdo ditë jetën e komunitetit. Banorët shprehen se Porca prej vitesh nuk ka parë asnjë investim. Sipas tyre, ky fakt e ka kthyer jetën e përditshme në një betejë mbi jetesë, ndërsa zonën nuk vizitohet kurrë nga autoritetet lokale. Sipas tyre, fshati ekziston vetëm në hartë dhe në fushata elektorale. Banorët e fshatit Portës gjithashtu pohojnë se kanë mbetur jashtë vëmendjes së pushtetit lokal dhe atij qendror. Në çdo fushatë zgjedhore janë dhënë premtime dhe investime, por realiteti në terren mbetet i pandryshuar. Sot disa familje përdorin gropa septike, ndërsa shumë të tjera nga mungesa e alternativave i shkarkojnë ujrat e zeza në kanalet kryesore ujitëse dhe kulluese, duke rrezikuar shëndetin publik dhe mjedisin. Rruga është pri bret, kesh një cmu nuk e nxjerr dot këtu se rruga nuk s'ka kanalizim, s'ka rrugë aty, rruga e pri bret nuk futet makina fare. Edhe ndriçim po nuk kemi, tër natën futesh aty të hyn kokën nuk kalon dot dhe paguaj me lekë ndriçimet tëra do s'ka. Unë premtojnë ndeja ç'a thonë, po gjë s'bëhet asnjë gjë. Jo, këtu në Portës ka probleme, jo këto kanalizimet, jo rrugë. Ne mbështesim dhe jemi me këtë qeveri. Po të pak të punohet për dhënë këtu. Se si do tjetë edhe neve, përdej sa e mbështesim, kërkojmë edhe nga bëjmë disa të mira, sa kushte që i takoj, jo rrugët, jo kanale. Sikur nuk përpunojt shumë për këtu të re. Ai jo problemi i dritave dhe dikuar është reguluar, po jo dhe 100%. Rrugët edhe kanalizimet. Kam premtuar? Kam premtuar, po ku i kanë? Ka zgjas ka copë. Ka kanalizim, rrugë, ndriçim. Heshja bashkisë Fier është po aq e rëndë sa vetë problemi, thon banorët, ndërsa sipas tyre mos reagimi institucional tregon mungesë vullneti politik dhe përbuzje ndaj qytetarëve që kërkojnë vetëm kushte minimale jetese. Premtimet elektorale për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza janë përsëritur në çdo fushatë zgjedhore, por konkretisht nuk është realizuar asnjë projekt, thonë ndër të tjera banorët. Sipas tyre, përgjegjësia është drejt për drejt e pushtetit lokal dhe nuk mund të shmanget, pasi prej vitesh ai ka mbledhur taksat nga banorët e Portës, por nuk i ka kthyer në shërbimet publike.